Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Tema radhës në libri Fadlul Islam, vlera e Islamit, bab ma ja fi gurbati l-Islami o fadli al-ghuraba. Çfarë është përcjell rreth vetmisë, hujësisë së Islamit dhe vlerës së të huajve, të vetmuarve. Qëllimi i autorit me këtë temë është na tregojë në një nga gjendjet që do të përjetojë Islami dhe një pjesë e muslimanëve, dhe që është vetmia, hujësia. Pra, Islami përtej përhapjes së tij të madhe që mund të ketë, që ka, numri të madh të pasuesve që ka, do të arrijë në një gjendje siç paralajmëroi profeti alayhis salatu wassalam, dhe do të marrim hadithin, që do të shndrohet në një fe të huaj. Dhe ata të cilët e mbajnë Islamin e sakt, Islamin e vërtet, do të shihen si të huaj dhe do të ndjejnë veten e tyre të vetmuar, edhe pse janë midis të afërmve të tyre, shoqërisë së tyre, edhe pse janë në vendin e tyre, por për shkak të devijimit që do të kenë njerëzit nga Islami, largimit që do të kenë njerëzit nga Islami, dhe nuk është kuptimi këtu largimi totalisht, por pjesërisht, qoftë dhe pjesërisht, këta do të shihen si të huaj. Pra nëse do të përpiqen të përmbahen akides së vërtet, dogmës së saktë të Islamit, sunetit të profetit alayhis salatu wassalam, ta do të shihen nga pjesa tjetër e muslimanëve që kanë devijuar dhe janë larguar nga këto parime, do të shihen si të huaj. Sikur ajo gjë me të cilën ata në realitet vinë për Islamit, nuk është për Islamit. Dhe normalisht kjo është një gjendje e rëndë. Kjo është një gjendje e rëndë e fesë, e cila edhe pse u përhap, dhe Allahu subhanahu wa taala e bëri të triumfojë mbi çdo fe tjetër, të përhapet. Dhe muslimanët patën atë shkëlqimin e tyre kur kishin akiden e vërtetë dhe ishin të kapur pas fesë, jo vetëm si dogm, por edhe si praktik, prap do të arrijë një gjendje, siç tha profeti alayhis salatu wassalam, Islami filloi si i huaj edhe do të kthehet përsëri, pra do të përfundoj përsëri si i huaj, i vetmuar, si i izoluar. Dhe sjell autori në lidhje me këtë temë disa argumenta, dhe qëllimi që e sjell të temë është na tregojnë se vlerat e Islamit, shpërblimet, përfitimet e mëdha që janë përmendur gjatë trajtimit të temave, i përfitojnë ata muslimanë që janë të kapur pas Islamit të vërtet, veçanërisht në kohën e fitneve, në kohën e humbjes së diturisë, në kohën e mosnjohjes së saktë dhe të vërtet, të drejtë të Islamit. Shpërblimet dhe vlerat që përfitojnë janë akoma dhe më të mëdha në një gjendje të tillë. Dhe i huaj, cili është i huaj? I huaj është njëri, yabanxhi, i cili largohet nga një vend, nga vendi i tij, në një vend tjetër. Dhe atje, në vendin tjetër ku ai shkon, nuk njeh njëri. Dhe as të tjerë nuk e njohin atë, por e shohin si të huaj, pra që nuk i përket atyre. Dhe ai e ndjen veten e tij që nuk i përket kësaj shoqërie dhe vendi në të cilin ai shkoi. Njëjtë edhe me muslimanin e vërtet, që do të kapet pas Islamit të vërtet, do t'i përmbahet sunetit të profetit alayhis salatu wassalam. Pra do ta ndjej veten e tij si ky yabanxhi. Dhe ata do ta shohin atë si një yabanxhi, edhe pse ai është prej tyre. Dhe sjell autori fjalën e Allahut subhanahu wa taala, "Falau kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum."
E përse të mos ketë pasur nga brezat që ishin para jush të zotët e mendjes e të nderit, që t'i ndalonin çrregullimet e kaosin në tokë, përveç një pakice të cilën ne e shpëtuam. Thotë Allahu subhanahu wa taala, e përse të mos ketë pasur nga brezat që ishin para jush njerëz të atill, të mençur, besimtar të mirë, që kur shihnin fesadin, shkatërimet në tokë, dhe qëllimi me fesadin këtu është gjunafet, shirku, bidatet, t'i ndalonin të tjerët. Pra nuk e bën, përveç një pakice. Përveç një pakice. Dhe kjo fjala në këtë ajet kuranor përveç një pakice është pjesa që ka lidhje me temën. Edhe për të pjesë sjell autori të ajet në këtë temë. Që ata të cilët janë pakic, janë të mirë dhe janë pakic, në një shoqëri në të cilën dominon e keqja, zullumi, shirku, bidati, gjunafi, degenerimi, veset e tjerë, e ndjejnë vetën si të huaj në atë shoqëri. Ndjejnë mundim shpirtëror, e ndjejnë vetën e tyre të largët me njerëzit që i rrethojnë, edhe pse mund të jenë të afërmit. Pse? Për shkak të vlerave që përmbajnë, për shkak të kapjes pas fesë dhe sunetit të profetit alayhi salatu wassalam, që t'i ndalojnë nga kaosi dhe çrregullimet në tokë, fesadi pra. Kjo pjesë vëllezër shihni është shumë e rëndësishme. Kjo pjesë e këtij ajeti kuranor që t'i ndalojnë na tregon ne se davja ka dy anë. Këshillën për të mirë, promovimin e të mirës, mbrojtjen e saj, përhapjen e saj, ftesën e të, davën e të, por ka dhe anën tjetër që bëhet njëkohësisht, dhe që janë të pandara nga njëra tjetra, ndalimin dhe luftimin e të keqes. Pra nuk mjafton vetëm promovimi të mirës, por edhe të ndalosh të keqen. Kur i fton njerëzit në tauhidin e Allahut Azza wa Jall, duhet i ndalosh edhe nga shirku, nga hidhujtaria. Kur i fton njerëzit në sunetin e profetit alayhi salatu wassalam, duhet i ndalosh edhe nga bidati dhe t'u tregosh atyre rrezikun e bidatit. Kur i fton njerëzit në bindje, devotshmëri ndaj Allahut, dëgjueshmëri ndaj Tij, në nështrim ndaj Tij, duhet i paralajmërosh dhe t'i tërheqësh vëretin edhe nga gjunafi. Nuk mjafton vetëm këshillimi për të mirë. Ka disa predikues që janë shumë të njohur në rrjetet sociale dhe kanë shumë dëgjues. Por po të shohësh davën e tyre, çfarë është? Përgjithsisht, kryesisht vetëm këshill për të mirë dhe nuk ka ndalim nga e keqja. Kjo nuk është davja që kërkon Allahu në Kur'an, që kërkon Allahu nga ne në Kur'an. Dhe as davja që bëri profeti alayhi salatu wassalam, i cili përhapi tauhidin, luftoi shirkun, luftoi deri me armë shirkun, me luftë. Urdhëroi për bindje ndaj Allahut dhe ndaloi nga gjunafi. Nuk është davja e brezave të mirë, nuk është davja e dietarëve, të cilët e luftuan bidatin me librat e tyre, me davën e tyre. Ashtu siç njëkohësisht mbrojtëm sunetin e profetit alayhi salatu wassalam dhe akiden e pastër. Janë të dyja çështjet. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Besimtarët dhe besimtarët janë miq për njëri tjetrin. Urdhërojnë për të mirën dhe ndalojnë nga e keqja, thot Allahu Azza wa Jall. Pra të dyja kërkohet. Nuk mjafton vetëm këshillimi për të mirë. Dhe në çfarë mënyrë ndalojnë nga çrregullimet në tokë, në çfarë mënyrë ndalojnë nga fesadi në tokë, në çfarë mënyrë? Duke përhapur të vërtetën. Pra nëse në atë shoqëri dominon, janë musliman, por dominon devijimi, largimi nga dogma, akidja e vërtetë islame,
atëherë ata fillojnë dhe përhapin akiden që është në Kur'an. Dogmën që përhapi dhe pati profeti alayhi salatu wassalam, fillojnë dhe e përhapin. Që ka të bëjë me tauhidin e Allahut, me emrat dhe cilësitë e tij apo çështjet e tjera të akides, kaderit e tjerë. Dhe në të njëjtën kohë i luftojnë devijimet dhe interpretimet e gabuara të ajeteve apo haditheve të profetit alayhi salatu wassalam. Pra i bëjnë të dyja. Nuk mjaftojnë me njërin dhe duke lënë tjetrën, dhe në të njëjtën kohë bëjnë durim. Sepse vëllezër, të këshillosh njerëzit, gjithkush nga nesh pak apo shumë rrallë apo herë mund ta ketë provu. Të ftosh njerëzit në Islam, të këshillosh njerëzit, qoftë edhe antarët e familjes, fëmijët e tu, për namazin, për agjërimin, për largimin nga gjunafi, për mësimin e Kur'anit, për ardhjen në xhami, duhet këshillë e vazhdueshme. Prandaj Allahu subhanahu wa taala çfarë thot? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Urdhëroj familjen tënde që të fali namazin dhe istabir 'alayha, dhe bëj durim në të. Fjala durim këtu, që është sabër, brenda rrënjës së saj ka një shkronjë, shtesë, taja, stabir, e cila është vendosur apo ka hyrë në të për të i dhënë durimit nota të forta, pra të kërkohet të bësh një durim të madh. Po kështu edhe kur këshillon njerëzit, kur do t'i ndalosh njerëzit, t'i largosh nga gjunafet, nga bidatet, nga ekstremizmi e tjerë, të duhet durim i madh. Sepse jo çdo kush do ta marrë këshillën me herën e parë, me herën e dytë. Jo. Dhe jo çdo kush do të jetë i paqshëm me ty, do ta pranojë mendimin tënd. Shumë do të kundërvijnë, shumë do të refuzojnë, shumë do të luftojnë, shumë do të etiketojnë, do të dalin kundra. Të duhet durim. Të duhet durim për ndoshta për një kohë të gjatë gjithë jetës tënde, për aq kohë sa ti merresh me të dave. Por duhet ta bësh. Dhe gjatë kësaj kohe që ti përhap Islamin e vërtet, përhap vlerat, lufton interpretimet e gabuara, devijimet, sektet, çrregullimet në fe apo në moralin e njerëzve, gjatë gjithë kësaj kohe ti mund të jesh i vetëm, apo mund të jesh një grup i vogël në raport me masën që i kundërvihesh, që këshillon. Dhe do ta ndjesh veten të vetmuar, të izoluar, të huaj, por mos u dorëzo. Sepse për njerëzit e tillë ka shpërblim të madh nga ana e Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu subhanahu wa taala në fund, illa qalilan mimman anjayna minhum. Kur Allah subhanahu wa taala thot, e përse nuk patin nga ju një brez, një grup që t'i ndaloni njerëzit nga çrregullimet dhe kaosi në tokë, dhe çrregullimi dhe kaosi më i madh është në çështjet fetare, kur shelen të drejtat e Allahut, kur njerëzit devijojnë nga tauhidi, monoteizmi dhe bien në paganizëm, në idhujtari. Për shembull në vendin ton, kush është e keqja më e madhe? Kush është zullumi më i madh? Nuk është vrasja, nuk është droga, nuk është imoraliteti, nuk është korrupsioni, nuk është prishja e familjes. Ja, e keqja më e madhe në vendin ton është idhujtaria. Është idhujtaria me format e ndryshme të saj. Njerëz të cilët adhurojnë kryqin, njerëz të cilët adhurojnë tyrbet, njerëz të cilët besojnë tek horoskopi, njerëz të cilët besojnë tek filxhani, njerëz të cilët besojnë tek hudhrat e varura, patkoi e tjerë. Kjo është e keqja më e madhe, sepse është cënuar e drejta më e madhe e Allahut, që është monoteizmi, tauhidi i tij. Pastaj vinë të këqijat e tjera, të mëdha dhe ato, por jo në këtë grad. E si rrjedhoj, edhe puna e muslimanit, davja e muslimanit, kryesisht dhe më e madhe duhet jetë në pastrimin e besimit të njerëzve, në largimin e njerëzve nga idhujtaria. Por ata që e bëjnë të gjithë, thotë Allahu subhanahu wa taala, illa qalilan,
pak janë ata. Pak janë. Për cili ishte përfundimi i kësaj pakice? Mimmen anjayna minhum, të cilët ne i shpëtuam. Morën shpëtimin nga Allahu Azza wa Jall. Shpëtuan nga devijimet, shpëtuan nga gjunafet, shpëtuan në këtë botë dhe në botën tjetër nga dënimi i Allahut, sepse realizuan obligimin ndaj tyre. Gjë që do thotë vëllezër, se muslimani përderisa e di dhe është i bindur që është në rrugën e drejtë, që ka besimin e vërtet dhe i përmbati Islamit të vërtet dhe ndjek sunetin e profetit alayhi salatu selam, nuk do të bëhet pesimist pse pjesa dormuese e muslimanëve të atij vendi nuk e kanë këtë gjë dhe ai është pak apo i vetëm. Dhe as nuk duhet mendoj muslimani se e vërteta njihet me shumicën. Pra, atë besim, atë interpretim fetar që ka shumica, ai është interpretimi i saktë islam. Jo. As nuk duhet të bësh pesimist, pse je i vetëm, pse je pak, por as nuk duhet të mashtrohesh nga numri i madh i të humburve. Duhet të menduar se me qertajën shumicë, atëherë ta e në rrugë të drejtë. Wa ma aktharu an-nas walau harasta bi mu'minin. Thot Allahu subhanahu wa taala, sa do të përpiqesh, shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Wa in tuti'a akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Nëse ti do t'i bindesh shumicës e njerëzve në tokë, do të humbin ty nga rruga e Allahut. Pra shumica është e përçmuar në Kur'an. Dhe shumica e njerëzve do të jenë në xhehenem, Allahu na ruaj. Pakica do të hyjnë në xhennet. Pakica do të hyjnë në xhennet. Dhe sjell autori, Allahu më shiroftë, hadithin e bukur, por në të njëjtën kohë edhe të frikshëm të profetit alayhi salatu selam nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, që e përcjell Imam Muslimi. Bada al-islamu ghariban ose yaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islami filloi si i huaj, si i vetmuar, dhe do të kthehet përsëri i tillë. Do ta përjetoj përsëri këtë gjendje. Prandaj përgëzim për të huajt, të vetmuarit. Si filloi Islami në kohën e profetit alayhi salatu wassalam? A mos filloi me përqafimin nga masa? Pra e pranuan me njëherë shoqëritë arabe? Duke filluar me atë të Mekës? Jo. Filloi vetëm profeti alayhi salatu wassalam, pastaj bashortja e tij, pastaj një numër i vogël, 7-8 vetë prej muslimanëve. Shehurazi faleshin, shehurazi ftonin në Islam, shehurazi e predikonin Islamin për 13 vjet. Pse? Sepse pjesa arabe, shoqëria mekase, ishte zhytur në idhujtari dhe e shihte Islamin si diçka të huaj, pra që nuk i përket trupit të saj, nuk i përket shoqërisë së tyre, zakoneve të tyre, vendit të tyre, edhe pse në atë vend kishte ndërtuar faltoren e parë në tokë baba i monoteizmit, Ibrahimi alayhi salam. Shihni si ndryshuan gjendjet. U ndërtua Qabja, faltoria e parë në tokë për madhërimin e Allahut, nga imami, nga modeli i tauhidit në Kur'an, Ibrahimi alayhi salam, i dashuri i Rahmanit. Filloi si i huaj, nuk e pranonin, derisa u përhap, derisa ka arritur këtu ku jemi ne sot. Shekull pas shekulli, luftë pas lufte, dave pas dave, aty ku ka shkuar Islami deri në skajet më të larta të botës, të gjesh xhami. Aty ku mendon se nuk ka, në Island, në Amerikën e Veriut, në Amerikën Latine, në Japoni, në vendet skandinave, në Afrikën e Jugut. Por lajmëroi profeti alayhis salam se përsëri do të kthehet dhe do të shihet dhe do të gjykohet nga njerëzit si i huaj, sikur nuk i përket atyre. Përkundrejtë përhapjet madhe do të arrijë një kohë, do të vijë një gjendje që Islami do të shndrohet përsëri siç filloi. Ky është paralajmërim. Në të njëjtën kohë është paralajmërim. Në çfarë mënyrë paralajmërim që o musliman do të vijë kohë fitnesh. Dhe vëllezër, është ajo që tha më parë se kuptimi
Pra që Islami do të kthehet i huaj, nuk është se muslimanët do ta lejnë fare Islamin. Jo. Do të ketë musliman. Por sa prej tyre janë në Islamin e vërtet? Do të ketë të tillë që pretendojnë se ndjekin sunetin e profetit alayhis salam, por sa prej tyre ndjekin sunetin e vërtet? Ata njerëz se cilët veprojnë bidatin, a mos i thon veprës së tyre bidat, i thon sunet. Dhe kur ti i vjen me sunet, ai thotë ky është bidat, nuk e pranon. E sheh si pjesë të huaj të fesë, sigurisht nuk është i fesë. Ky veprim, ky adhurim. Gjë që të thotë që muslimani duhet ta mësoj fen. Duhet i kushtojë rëndësi mësimit të fesë. Kuptimit të vërtet, mbrohet nga fitnet. Dhe ne jetojmë në një kohë ku me anë të rrjeteve sociale, jo vetëm e vërteta, por edhe pa vërteta përhapet shpejt. Jo vetëm e vërteta ka zërin e saj të fuqishëm, por edhe pa vërteta e ka zërin e saj të fuqishëm. Çdo ditë, çdo moment përhapen interpretime të gabuara të fesë. Si nga muslimanë të devijuar që mendojnë se po bëjnë mirë, por edhe nga armiqtë e Islamit, që vinë me petkun e Islamit, me petkun e muslimanit, dhe përpiqen të mbjellin, të përhapin tek muslimanët atë që s'është prej fesë, atë që s'e ka zbritur Allahu, dhe as nuk e ka thënë i dërguari i tij, alayhi salatu wassalam. Prandaj thon dietarët, ndërta Ibn Taymija dhe të tjerë, se kuptimi do të kthehet i huaj, jo se do ta lënë Islamin. Pra do të jetë vetëm një grup i vogël i muslimanëve që në raport me masën, me pjesën tjetër të popullsisë botës. Jo. Por kuptimi është Islami i vërtet do të njihet dhe do të praktikohet nga pak musliman. Pra muslimanët do të harrojnë, do të lënë pas dorë një pjesë të rregullave të fesë, të sunetit të profetit alayhis salatu wassalam, do të humbin nga suneti i profetit alayhis salatu wassalam. Dhe nëse vjen dikush që e zbaton, thon, ç'është ky veprim që po bën ky? Nuk është sunet, është bidat, do të akuzojnë më njëherë. Edhe ti pse i sjell hadithet e profetit alayhis salatu wassalam. Pra, nuk ka të bëjë vëllezër vetëm me largimin tërësisht të Islamit, por ka të bëjë me përqendrimin e muslimanëve në Islamin e vërtet. Sa luftë, sa përpjekje, sa sakrificë, sa punë bëjnë muslimanët me veten e tyre për të qenë në Islamin e vërtet. Ky është kuptimi. Prandaj kur themi se Islami filloi i huaj dhe do të kthehet përsëri i huaj dhe shpërblim për të huajt nuk është kuptimi muslimani në raport me qafirët, jo, por muslimani i vërtet në raport me muslimanët e devijuar. Ai që i përket sunetit në raport me bidatçint që janë në shoqërinë e tij, që jeton në një vend ku bidati apo bidatet janë të shumta dhe suneti është i pakët, u ka mbetur fare pak nga suneti i profetit alayhis salatu wassalam. Dhe bidati është përhapur në masë. Ky është i huaj. Edhe pse është midis muslimanëve, por prapë është i huaj. Tha profeti alayhis salatu wassalam, "Tuba lil ghuraba." Tuba për të huajt. Fjala tuba ka interpretime ndryshme nga dietarë. Disa thonë xheneti, disa thonë shpërblim i madh, disa thonë mirësia, disa thonë të tjera, por të gjitha i përmbledh kjo fjalë. Innal ladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Vërtet ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, për ta do të jetë tuba, thot Allahu subhanahu wa taala, dhe kthim të mrekullueshëm tek Allahu, përfundim të mrekullueshëm tek Allahu subhanahu wa taala. Pra do të hyjnë në xhenet, do të jenë shpërblim, do të jenë mirësi, falje nga ana e Allahut azza wa jall. Lind pyetja, cilat janë ata të huaj, ata njerëz të vetmuar, të izoluar, që do të përjetojnë një gjendje të tillë? Cilat janë veprat e tyre? Për ta kuptuar më mirë, vetë autori, Allahu mëshiroft, sjell disa transmetime të tjera të këtij hadithi, që Islami filloi i huaj dhe përfundoi si i huaj, dhe thot, për cilët nga Imam Ahmedi
në hadithin Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu se u pyet cilët janë të huajt. El-ghuraba tha an-nuza'u min al-qabail, të shpërngulurit nga fiset. Të shpërngulurit nga fiset. Cili është kuptimi të shpërngulurit nga fiset? Pra, të shpërngulurit nga fiset ata të cilët largohen nga vendi i tyre, largohen nga shoqëria e tyre, kur ai është zhytur në bidate, në gjunafe, në vese, largohen për të shpëtuar imanin dhe fenë e tyre. Që mos preken nga ato devijime, që mos shtrëngohen të bien në shtrembërime dhe në gjunafe, në humbje, largohen. Firru bidinihi min al-fitan, se sa profeti alayhis salam largohet me fenë e tij për ta ruajtur fenë e tij nga fitnet. Dhe thot, gjithashtu një përcjellje tjetër se profeti alayhis salam ka thënë al-ghuraba alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Të huajt janë ata që përmirësojnë kur njerëzit e tjerë janë të shkatëruar. Me çfarë përmirësojnë? Me sunetin e profetit alayhis salam. Gjë që tregon që ti nuk mund të jesh dobiprurës dhe përmirësues pa qenë i krapur dhe pa ju përmbajtur Kuranit dhe Sunetit. Pra shihni sa rëndësishme është i përmbash Kuranit dhe Sunetit. Shumë e rëndësishme. Një nga fatkeqësitë që ndodh sot është se në propagandat e gabuara që bëhet, është edhe në propagandë e gabuar që bëhet nga disa predikues musliman, është nxjerrja e femrës nga ai ambient dhe ruajtje që e ka vendosur Allahu dhe i dërguari i tij. Duke ja hijeshuar asaj dhe duke ja promovuar asaj daljen në punë, përzierjen me meshkujt e tjerë si një vlerë që do të marrë Islami dhe femra islame. Ja. Allah subhanahu wa taala i edukoi ndryshe femrat në Islam. O qarna fi buyutikunna, dhe qëndroni në shtëpiat tuaja. Kujt ja dha këtë urdhër? Ja dha grave më të mira në mënyrë pa diskutueshme të këtij ummeti, familjes së profetit alayhis salatu wassalam. Grave më të ndershme, më të ruajtura, më besnike, më të devotshme. I urdhëroi me këtë gjë. Prandaj është gabim që dhe e rrezikshme që jo pa femra muslimane në vendin tonë e shohin qëndrimin në shtëpi si izolim. E shohin qëndrimin në shtëpi si një prapambetje për to. Dhe se po doli në punë, do të jetë më e hapur, do të jetë më e emancipuar, do të jetë më e ditur. Ja. Kjo është davja e pabesimtarëve për ta shkatruar familjen islame, që janë prekur disa predikues, të cilët mendojnë se duke ju shfaqur popullatës në këtë mënyrë, pra sikur femra muslimane është e lirë të përzihet me meshkujt, të diskutojë me ta, të qëndrojë me ta e tjerë, pra nuk ka ndonjë dallim nga femrat e tjera përveç veshjes e diçka e tjetër, mendojnë se në këtë mënyrë do promovojnë një islam të bukur, islamin e vërtet. Jo vëllezër. Detyrë për ne është i përmbahemi asaj që thot Allahu në Kur'an dhe asaj që thot profeti alayhis salam. Sado që mund të duket si e bukur në ndonjë rast kur shohim ndonjë femër muslimane të suksesshme apo të aftë në diçka, këto janë shembuj mbi të cilat ne nuk mund të ndërtojmë gjykime fetare. Sepse ne nuk jemi të urdhëruar të ndjekim rezultatet, shembujt. Ne jemi të urdhëruar të ndjekim Kur'anin dhe Sunetin. Nëse në ndonjë rast duket bukur, ta dim se në anën tjetër kemi bërë dëm të madh, shumë herë më të madh. Ajo që duhet i mësojmë femrës muslimane është roli i saj si një edukatore, përkujdesëse. Dhe kjo është ajo që i mungon njerëzimit. Pse u shkatrua shoqëria njerëzore? Pikërisht
kur u shkatrua familja, me familjen filluan. Duke çmëntuar familjen. Duke bërë propagandë për ta çmëntuar çdo antar familjes nga tjetri. Duke shpërbër. Duke i mbushur mendjen gruas se të gatuash, të mbash pastër, të kujdesesh për burrin dhe fëmijët e tu, është robëri. Është robëri. Ndërsa të rish 8 orë me shefin tënd, me meshujt e tjerë në punë, me kolegët e tu, të bisedosh e të qeshësh e të bësh shaka me ta, kjo është liri dhe emancipim. Pra të rish me burrin tënd është robëri, të rish me të huajt, me meshujt e tjerë, është emancipimi, tha. Femra muslimane nuk duhet pretet nga propaganda e tillë. Sado që mund ta shohë veten e saj të ndryshme nga femrat e tjera, e ndryshme je, të ndryshme të bëri Allahu, me udhëzimin që të dha, me vlerat që të dha. Prandaj mos u përpiqë të zbresësh në nivelin e atyre femrave që nuk janë të udhëzuara, pasi Allahu të ngriti dhe të lartësoj. Ja. Është problem diçka e tillë. Nuk duhet femra muslimane duhet ta edukoj veten e saj me atë që Allahu zgjodhi për të dhe i dërguari i tij zgjodhën për të. Kjo është e hajrit, kjo është më e mira, në mënyrë të padiskutueshme. Nuk pranon interpretim tjetër kjo çështje. Sepse janë urdhra hyjnor. Nuk ka hapësirë për mendim tjetër këtu. Në fenë e Allahut ka vetëm dëgjuam dhe u bindëm. Kjo është. Ata të cilët thot profeti alayhis salam bëjnë mirë kur të tjerët janë të shkatëruar. Pra por që të bësh mirë duhet jesh vetë, duhet ta njohësh të vërtetën, duhet jesh i kapur. Po si je vetë i kapur pas vërtetës, si mund të jesh i promovues, si mund të jesh i dobiprues, si mund të jesh i përmirësues, ndërsa në përcjelljen tjetër nga Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu se ka thënë fatuba yawma idhin lil ghuraba idha fasada an-nas. Tuba do të ketë për ta të huaj në ato kohë kur njerëzit do të bëjnë shkatrim. Kur njerëzit do të bëjnë shkatrim. Ndërsa te Tirmidhiu nga hadithi Kathir ibn Abdullah dhe ty nga babai nga gjyshi i tij se profeti alayhis salam ka thënë fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati. Tuba pra të shpërblim të madh për të huajt të cilët përpiqen të përmirësojnë atë pjesë që njerëzit e shkatruan nga sunneti im, thot profeti alayhis salam. Pra shkatrimi nuk ka të bëjë vetëm me moralin, por mbi të gjitha shkatrimi më i madh është shkatrimi në akide. Humbja e sunnetit të profetit alayhis salam, lindja e bidateve, zëvendësimi i sunnetit me bidatin, ti përpiqesh të hapësh sunnetin në një shoqëri të mbushur me bidate. Tu tregosh atyre që Allahu subhanahu wa taala qëndron mbi fronin e tij në më të lartën lartësi. Nuk është kudo me qenien e tij, nuk është i shtrirë apo i bashkangjitur me krijesat e tij. Dhe sa i ka cilësitë më të përkryera, emrat më të bukur, sheh, dëgjon, flet, ka duar, ka sy, ka këmbë, zbret në qiellin e dynjas, e tjerë. Përpiqesh të tregosh njerëzve se ky adhurim bëhet në këtë mënyrë në përputhje me sunetin e profetit alayhis salam. Dhe se kjo gjë që po bën ju është bidat. Përpiqet ta bëj këtë gjë. Nga mbrojtja dhe përhapja e sunetit të profetit alayhis salam. Kaq për sot inshallah në lidhje me këtë pjesë të temës, sepse ka dhe argumente të tjera. Por në netët e ardhshme me lejen e Allahut, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.